Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të Pasion e Profesion. Është muaj gjerman, e në këtë muaj gjerman ne do i kemi si gjithmonë dy kuzhinierët, këtu njëri nga Gjermania dhe tjetri i cili ka punuar pak në Gjermani dhe është këtu në Kosovë. Do kemi materiale të ndryshme si edhe javët e kaluara, por edhe sot dhe javën e ardhshme ku edhe përmbyllim këtë muaj në Gjerman. Unë dua të falenderoj Podravkën e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion, por tani po fillojmë, si gjithmonë, me recetën e Andit. Andi ka përgatit diçka dhe do e ndjekim së bashku dhe do kthehemi përsëri këtu në studio që të ndjekim pastaj diçka tjetër. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Jemi me Muhamedit si çdo javë. Sot kemi me vendosur me bëni një recetë fileto peshku. Peshkun e kam pastruar pak më herët. Këtë peshkë na më bë sot me salcë verës edhe limonit. Për më tepër i ftoj me po. Ndoqëm së bashku pra edhe recetën e Andit, tani është koha që do shkojmë në Gjermani. Do e ndjekim së bashku udhëtimin tonë në Gjermani dhe do rikthehemi shumë shpejt këtu në studion e Pasion e Profesion bashkë me Bujarin dhe me Fejzën. Hallo zusammen, jemi përsëri në Berlin. Po besoj që të gjithë ju që ndihni vazhdimisht emisionin Pasion e Profesion, e dini që jemi në Gjermani tash e sa kohë. Pra është muaji gjerman dhe ne po vazhdojmë udhëtimin tonë në Berlin. Unë këtu jam pranë kullës së televizionit të Berlinit, e cili njihet si një atrakcion turistik, se të gjithë vizitorët nga gjithë bota kur vinë, e kanë së pari piksynim të vinë dhe të shohin këtë kullën e televizionit.
ka pamje shumë të bukur këtu rreth meje, por t'ju tregoj edhe një fakt interesant se lart në atë kull, pra gjendet një restorant i cili bën një rrotullim çdo 30 minuta, por gjithashtu është një ndër 10 kullat më të mëdha, më të gjata në Europë. Vazhdoni të na ndiqni sepse tash po vazhdojmë të pushojmë tek një restorant shqiptar këtu në Berlin. Shikues dashur, i tregova edhe më herët që do vim tek një restorant i një shqiptari këtu në Berlin, por jo restorant do si do jemi me një restorant goxha ekskluziv kështu, që përpara ka qenë bar, por tash edhe Adriano mund të na tregoj pak më shumë, sepse Adriano Hess është këtu bashkë me mua, është pronari i restorantit Casa Bellucci këtu në Berlin. Adriano, faleminderit shumë për kohën dhe që na pritët këtu. Përshëndetje, faleminderit edhe për vizitën. Është vërtet kënaqësi e madhe me qenë këtu dhe me pa për afër edhe Casa Bellucci. Po a mundesh më na tregu, ju tregova edhe shikuesve që më herët ka qenë bar, e keni pasur edhe restorantin, që tashmë ende e keni, por që ndoshta na tregon ti më mirë historinë se si vendosët me bë këtë restorant kaq të bukur këtu. Faleminderit, kam fillu këtu, ka qenë bar nga viti 2021 deri vitin 2024, vitin e kaluar, dhe mbas 3 viteve erdhën vendim që ta ndroj konceptin e barit, ta bëj një restorant, sepse baret dhe, si e tham, po ndrohen këtu në Berlin, sena e bareve dhe klubeve po ndrohen çdo herë, edhe në kohën e fundit nuk isha i kënaqur me konceptin që isha duke bërë dhe erdhën vendim që ta bëj një restorant me një taras shumë bukur dhe shumë e keni ndje besoj atë nevojën që me bën një ndryshim që ja ka vlejt sepse gjatë kohës kur edhe hyrëm në restorant për herë të parë, pam edhe shumë fytyra publike këtu. Po, ajo ka qenë arsyeja e parë dhe për atë arsye e kam erdhur në vendim të mirë se është vendi shumë ekskluziv, jemi në qendër të Berlinit, edhe kështu që mund të punojmë për kur isha të bari, punojmë vetëm 3 ditë deri 4, tash punojmë deri 7 ditë, edhe kështu vendimi ka qenë shumë i mirë që e kam bërë. Po. Por e keni edhe restorantin ende aktiv? Po, restorantin tjetër. Afër këtu, 250 metra, restoranti është që nga viti 2010. Po, 2010, isha të mundu edhe. Po çka e bën më të veçantë këtë restorant, Casa Bellucci, në krahasim me restorantet e tjerë? Besoj që edhe gjithë shikuesit që vinë e vizitojnë Berlinin, të kenë një arsye më shumë, përveç që është vendi shumë i bukur dhe është i nivelit më të lartë, të kenë edhe një arsye tjetër që të vinë këtu. E bën të veçantë si shkërova më herët, ka fillu nga Bellucci restorant i vjetri që nga viti 2010, që kemi ka qenë edhe një procedurë gjatë, që e kemi arrit këtë institucion që ka bo Bellucci tash, sepse kemi edhe ushqime shumë veçanta, edhe kemi jetë nga... E kur jemi të ushqimit, që e bëni për zgjedhjen e menys? A mundesh më na tregoj dhe si e përshtatni atë me shijen e klientëve që vijnë? Unë kam një sistem këtu që përdorim kuzhinën italiane, moderne dhe jemi në fusion. Kemi edhe aspekte, detaje, edhe nga kuzhina aziate. Ose sërin nga kuzhina japoneze, sa ndër kuzhinat më të mira jot, ekziston ose me vërtet kuzhina japoneze, edhe kështu kemi sa detaje që bashkangjitemi
I bashkangjitet kuzhina japoneze pak me kuzhinën italiane. Po cilat kanë qenë sfidat më të mëdha deri tash? Sepse është goxha një rrugtim i gjallë kështu nga viti 2010 dhe Sfidat unë kam filluar që nga viti 2003 me restorantin e parë, po edhe ajo një procedurë shumë e gjatë. Po nuk ishte edhe shumë e lehtë, edhe unë kam dështu me restorantet e me klub, që nga viti 2009 kam dështu me një klub dhe restoran shumë i madh, edhe që nga viti 2010 ja kam fillu nga zero, edhe deri këtë proces. besoj që edhe ai dështimi ka qenë një mësim. Dështimi ka qenë shumë një mësim i mirë dhe jam i kënaqur që më ka ndodhur në vitin 2010 se kam qenë shumë i ri dhe kam marrë edhe shumë gabime. Po që më ndodhi dështimi, krejt jeta ime ka ndryshu edhe nën pozitive. Një këshill që do ja japje dikujt që dëshiron me hap restorant. Këshilla e dikujt që do më hap restorant duhet ta mendoje shumë më mirë, duhet ta mendoje 100 herë, sepse restoranti është një proces shumë i gjatë dhe shumë i vështirë. Pikë e parë me që duhet vetë i lindur dhe ka shumë aspekte që duhet me i përkutu dhe duhet me i caktu se ke punë me njerëz, ke punë me personel, edhe problemi vështirësi për në ajo që tek duhet të kesh në tokë. Është një proces shumë i gjatë. Dhe besoj edhe të kufizohet edhe koha me kalu me shoqëri, me familje, me gjithë të afërmit. Duhet me ditë që nëse je hap restorant dhe je në gastronomi, duhet me ditë se je 7 ditë i martu me restorant. Po sekreti i suksesit? A se tregon ato? Punë. Adriano, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi, dhe më vjen mirë. E pra, muaj Gjerman është kështu, me këtë udhëtim në Gjermani, për shpresoj që jeni kënaq në shtëpitë e juaja dhe keni shiju udhëtimin, aq sa kemi shiju edhe ne, edhe këtë intervistën, por edhe keni mësuar shumë çka rreth saj. E këtu bashkë me mua tani në studio janë Fejz Zejnullau dhe Bujar Bela. Mirë se erdhët përsëri në studio dhe këtë javë. Faleminderit shumë për ftesën. A keni pritur me ardh? Jo, as pak, me shumë nesi. Bujar? Kemi nalë pak në Kosovë, kështu. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Si po të shkon koha këtu? Po mirë, me shoqërit mirë. Apo të presin mirë? Po normal që këto pres. Nuk besoj që është as gjysma e pritjes që na ke priti neve. Po besoj që mirë po të presim, nuk po të lojnë ashtu me një. S'jam të anku. Shto që mirë është. E unë kësha do është me i vendosë për parësit nga Podravka. Gjithashtu edhe Fejza nëse ka mundësi, para se me fillu me përgadit. Qka keni me përgadit sot? Atër, sot në kam përgadit një pas me ragu rose. Raguja zakonisht bëhet me bolonjeze, është për bolonjes të Italis, po na këna bo pak ma moderne, këna bo me ros. Përmeshtu pak e shina aziatike që na karakterizon neve si restorant si noja, këna shtu e pak past miso. Pasta miso bëhet për fermentimit sojës, jep një ëmbëlsi dhe një shije umami pastës që besoj keni me provu ma vonë, keni me dhonë verdiktin e ju. Edhe me pa edhe shien që fare ka. Bujar, po cila është receta jote për sot? Për sot kam një recet, kam një biftek, do të bëhet marinuar me rozmarin, edhe e kemi sozën e fiqit.
me sozet fiqit. Diçka shumë interesante vë duket. Është e sigur që ju duhen produktet, unë me ndihmu këtu me shku edhe me i marrë produktet. Faleminderit. Tek këndi i ETC-s. Pra, të gjitha produktet ne i gjejmë tek ETC-ja. Si studio, si pasion e profesion, si emision, por ashtu edhe në përshtëpi tona, të gjitha produktet i marim tek ETC-ja, sepse janë edhe me çmime shumë të vëlidhshme. E përderisa bujari dhe Fejza bën gati dhe përgatisin të gjitha gjëra që i duhen për këtë recet, për këto receta, ne po shkëputemi për një blok të marketingut edhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Pasion e Profesion. Shkoj se do ashtu rikthyen përsëri në studion e Pasion e Profesion pas blokut të marketingut, e unë po i shoh bujarin bashkë me Fejzën që veçse i kanë bugati gjitha gjërat që i duhen për recetat. Bujar me çfarë fillon? Unë filloj me marinu mishin, që i shtimi pagës hutër, mishit, edhe kemi, mas mishit kemi rozmarin, Okej. se kemi pagës kryp edhe biberzi, kur gjo tjetër. Okej, edhe biberzi, biberin normalisht që përdoret nga Podravka, si gjithmonë në studion e Pasion e Profesion, por edhe në shtëpi tona përdorim produkte nga Podravka. Edhe në këtë recete përdore, apo për përdor tash, okej. Tash për përdori pagës biberzi, edhe lomi që tash minimum është pagës me lonën gjitha unë të banë. Okej. Edhe hutrën. Pjesa më e mirë e kësaj në është për shembull që kjo se në qoftë se e bani të shtëpia me lonën një 15 minuta, derisa ta merr rozmarin, sa ta merr knumër, mundi me qitën edhe pagës spec Të djekst. thonë që e bani e marinoni të gjithën pagës me rozmarin. Kjo është pjesa për shembull më e mirë çka të keni të shtëpia me pas një pjatë tjetër apo diçka tjetër. Po ju tregon shumë shikuesve ç'me e përgatitur mishin. Tash është i marinum. Faleminderit shumë bujar. Fejz, po ti me çka fillon? Atëherë të kena marrë rosën, Okej. dhe mund mundohu miqra që janë më të vegjël mi marrë të vendit domthonjë, kjo është rosë dugagjini, se jona. Kena karrot, qep, selino, që janë baza e bolognezës, domethënë ragus. Kena parmigiano që është reggiano që është i stazhonuar diku për 18 muaj. Okej. Gjalp. Pas ke mujt me përdor edhe atë rrotën e parmezanit? Po, kena mujt edhe ata përdor për s'dëshëm ja marr bujarin. Mos më ja harxhu. Edhe kena edhe pastat e tagliatelet. Normal kena do të me shujt mishin me verë të kuqe, e kena zgjedhë verën bela. Verën bela nga bujari, por gjithashtu edhe pastat PNK. Na në kuzhinë zakonisht e përdojmë një verën që e pina vetë. Nuk e përdojmë një verë të lirë domthonë, cilësore që edhe nëse e pi, në ushqime të shiu sa më mirë. Gjithashtu i përmende edhe pastat, i përmende edhe unë, por pa pastat PNK, asnjë recet këtu nuk bëhet, domethënë. Të gjitha pastat janë nga PNK. Po duket shumë interesant kështu me pa përgatitjen e rosës. Do vesh do një afat gjatë kohor, do dikon 2 orë për muzi. 2 orë për muzi, okej. Timi i rosës në mënyrë anatomike, orin e kofshave, krave, filetos edhe shpikës. Bujar, cila është pjata më interesante që e ki zbulu te kështu, që e përgatit te vetë? Pjatën... Recete jotja. Recete ime kemi me manafera, një pastë me frutat molit. Ata në që e kemi vru. Ta mësene kemi pjatën me fiq. Okej. Që e kemi një mish, për shembull me fiq, që e bajo në kështu vetë. Edhe artishoke për shembull që është në forë që e bojë. Që e ki përgatit javën e kalume, po. Kështu që e këty vend... Po cilën e kështë vequ? Po, kur t'ja mund se veqoj asë njonën. Kështu në që për me vequ është pasta me manafera. Okej, klientët cilën e vlerësojnë ma shumë, e veqojnë në Trattoria Portofino? Pasta me frutat molit. Me frutat molit. Dishka që nuk e ban kërkush, e kështu që... Edhe diçka që ka qenë shumë interesante dhe shumë e shishme, për ju të regojnë tash sepse unë e kom provu. Kështu që gjithë ju që shkoni në Berlin, ju kom thonë edhe ma herët, për ju thëmë edhe tash.
Mos harroni me vizitu Bujar Belën, tratoja Portofino. Fejs, pak ke ti ndonjë pjatë që është kështu e jotja që e ki zbulu ti, që e ki kriju ti? Pjatë që na mundu me modifiku, që me posë shkur ma unike, do më thonë. Kemi një pjatë, një fileto vici, që është sweet and spicy. Okej. Ka teriyaki, soja, mjalt, chili edhe paprika. Është diçka që është edhe ëmbël edhe e djegës ta jep ato, domethënë. Është diçka speciale, është diçka e mirë, ka edhe qep të reja pas aromë, thonë. Për këtë sen nuk më të tregu më shumë, më marrë me provu. Te noja se sa kena fut menun e re. Është të jetë goxha si shumë si pjatë, është goxha e pëlqyme. Po tregona më shumë pak për menun e re. Menun e re domethënë ka më shumë pjata aziatike, po ka edhe një miks të madh mesdhetar. Diçka që e veçan kështu në pjatë? Jam 5-6 copa, 5-6 pjata që janë signaturë dhe tonat. Që munim s'po di tash me të regu, tek do shumë kohë, një gjysë ore do të pa, ma shumë do të me arë me pa. Bujar, a ke ndonjë inspirim në kuzhinë? A ka qenë ndonjë shef kuzhine, ndonjëherë që ty të kalon shumë për shtypje ose të ka inspiru për pjatat tuja? Po, e kom pasën ku e kom su kuzhinën, kem pas një nga Sicilia, që më kam mësue, për shembël, inspirimi ati në okonën me, se ja kom njës me la pjata, tam se nga kom dalën ndimës kuzhinier. Edhe ka pas një thonja i, ma baj ke mu e thëke pa full tava me ty, mës ma hek prej shporetit. Edhe unë kërë më thoi, kja jashtonë unë nuk izë, të shashkallët kja është bodam, apo shkallë është, jo e kuptojsh, apo të shashkallët, qysh mundet me fol një tavë për shemëll me kuzhinierin. Se ndryshimi, për shemëll, i tavës, kur të bot ushqimi, ka një ushtim këtë ndryshe prej asaj kur ta qesë fillim. E këtu ta mësej si me kohë, si kuzhinier ta mësej ku kuptu, ati falenderona, është arbresh nga Sicilia, nga pjena albaneze. Por besoj që duhet shumë kohë derisa e kupton taman ashtu si që ka thona aja. E këtu që një punkt që të shka e donë me zemër, ju përkushtosh, besoj që suksesi është i garantu. Po. Fejs, që shpo të shkojnë? Jena drejt përfundimit,
drejt lidhjes pastës, me parmezanit. Çfarë arome e mirë po i vjen. Raguin e kena përfundu diku për 1 orë, 45 minuta. Okej. Pak ma shpejt po më duket se... Prima 15 minuta ma shpejt. Okej, 15 minuta ma shpejt. Shumë mirë po duket. E unë shikues dashur, përderisa edhe Fejza është duke përfundu pjajtën e tij, po ju tregoj për disa produkte të reja nga Podravka. Janë pra produktet qëto që i kam dorë, janë nga Lino Baby Muesli, të cilat janë përzierje dritërash me kumbull dhe me hurme, por gjithashtu O-Plant për të rriturit, nuk ka vetëm për bebe, për të fëmijë, ka edhe për të rriturit. O-Plant është përzierje dritërash me hurme dhe kakao, por gjithashtu edhe me fara të ndryshme si fara liri e shumë fara të tjera, kështu që janë shumë shëndetshme, shumë të mira, provojeni. E po besoj që tashmë edhe Fejza është gati, apo? Po në pjatë edhe... Veç me vendosën pjatë. Fejz, me ta bëdhe një pyetje kështu për fund. Cila nga kulturat kështu të frymëzon ty më shumë ti? Të në tash për momentin i ma shumë të kuzhina fuzion aziatike. Po edhe ajo italiane, edhe italiane na pëlqen shumë edhe si shoqëni edhe mu personalisht. Po ma shumë apë qëndroj të kjo aziatike. Të aziatike, aty edhe frymëzohesh ma shumë. Unë jam pak edhe personet e ëmbla, ata dhe manë që i kanë shumicën e seneve i përzin me gjërat ëmbla. Po Bujar, ti? Unë kom kry. Cila kulturë të frymëzon ma shumë? Kultura për ushqim mund të frymëzon është kultura italiane. Jo për asgjë tjetër, po është një kuzhinë më e pasur në botë. Kështu që me kuzhinën italiane është pakës më vështirë, se për shembull me një diçka që mundesh me bë shumë variacione. Kështu që është mua kuzhina italiane se çdo kuzhinë botë është e mirë, e kanë francezë, e kanë japonezë, e kanë pa i mohu ato tjerat, po si kuzhinë më shumë të më pëlqen se është kuzhina më e pasur që ekziston. E po mirë, atëherë ta shumë po shkoj edhe te mysafiri. Është një mik i yti. Po, veç nisë mi. Po shkojmë pra te mysafiri i cili po na pret tek këndi i Premium Bakery dhe mezi po pres kështu me provu bashk këto dy pjata. Labin e kemi këto, labin po besoj njeni gjithë, jo veç Prishtina, por e gjithë Kosova, labi mirë se erdhe. Mirë se gjeta mi ma. Vërtet knaqësi e ma edhe me të pas këtu në studion e Pasion e Profesion. Faleminderit shumë. Labi, si ke kalu këtë ditë? Shumë mirë. Si po duket me pa kështu në studio televizive edhe mikun tënë Bujarin. Shumë mirë, edhe minës për pres mi provu, të këshymë qak nga ka bo. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë edhe pse ke shumë angazhime, shumë punë. Me shumë knatësi. Ke gjetë kohë dhe kjo arë këto. Të pyes pak për ushqimin tënd preferum. Çka i pëlqen labit me ngrënë mas shumë ti? Te mishat jam. Te mishat. Te mishat. Më duket si krejt shqiptarët. Valla, salatat veç nëse më servohen kështu. Pak me provu. Te mishat, përësiem ma edhe te dete jam okej. Te mishat e detit, po më shibarë një shukoq. Po labin e kemi ftu, po saqërisht sepse labi e ka një histori në Gjermani. Labi ka jetu në Gjermani, në Berlin më saktësisht, po e lë pak labin me na tregu më shumë rreth eksperiencës në Gjermani. Pak, me të thonë drejt, kur im kona nena, kur këm jetu atje na konë shumë të vogël, 3 po më nej, nuk ka që kena pas mundësi me provu një gjatë tjilë, në për shkolla, që kena punu të në gjatë verës. Po, shiu, si jam i mirë, tash edhe këto praktik, burgate vëjt, që sa vjetë. Kritikus nuk jam bojar. Po besoj që ke Shia është lejle ndryshme, relevante, kështë që... Po besoj që ke qenë edhe... Është në oshe janë të mira. Po, edhe unë e thëmë ashtë. Nëse jeni gati, edhe Fejz, edhe ti, atëherë po juftoj këtu me arë. Labi, po besoj që ke qenë edhe shumë shpesh në restaurantin e Bujarit në Berlin. Po, edhe më pëlqen kuzhina, sidomos që Tina që e bën, është italiane, pëlqen mirë. Sot qa kena? Na tregojmë pra Bujari edhe
Atëherë këtu kena një ragu tagliatelle, që është me dak me rozë, domethënë. Është një zjerje 1 orë e gjysmë dikun, na zjarr tavasht, është shumë e vertë kuqe. Qep karrocë rino, ka pak koncentrat domatesh, ka edhe pak majdanoz, parmigiano, që bof mirë. Gjithashtu vera e kuqe, vera bela. Po, vera bela, po. Bujarit. Gjithashtu na tregon edhe bujari për pjatin e tij. Kjo zirja e ka të vetëm. Jo rast është e cekim. Po. Unë shokit Po e dhon këtu? Falë, Miron. Falë, Ardion. Arjan. Me emrin e Mirandës në kry. Kjo është një ekselencë, kjo kërë e qasë kështu. Faleminderit. Po janë? Unë e kam një biftek, i cili është i bom me sos fiqit, edhe kokra biberzi, një ashtu, edhe kemi edhe hurma. Pas i përzi? I kom përzi, po, 2-3 shije, këto i kemi bom me hurma, zileri edhe karotën. Do më hanë perime në fërgume me hurma? Me hurma janë këto i kemi me biberzi edhe me fiq, edhe rozmarin. Minës për prasë me të përgu. Edhe pëse se këmë përgu këto në korë. Pse? Dipë se se më përgu me përgu. Hajde, provoj e lapë. Që ke përzimja. Është kreacioni jem. Kjo është kreacioni jem. Gati e kom bo. Në Gjermani shumë e pëlqenj. Po tash këtu në Kosovë, shijet janë ndryshe. Labet, qose si pëlqenj, po shkove për jamë. Unë njësa në grosh, paso loshk. Edhe në tavë. E kështu që veç që vof mirë. Labi tha që është agrus i mishit, kështu që... Me thonë drejtë përgjithësi, para se me përvu, po jarë të edhe shumë shqiptarë tjerë na këni zbarë ftyrën në sidomos në Evropë, për kuzhinën e mirë që është. Para se me përvu, adem kur e kam për shtyfen e mirë, badi ha, qa dush qëtëm, e kam atë. Edhe na jeni ka në ambasador tonë përhershëm, si për kulturë, si për kuzhinë, si për sjellje, si për arritje dhe suksese. Faleminderit. Jo është në Gjermani, po shumë rana. Shumë e vërtet. Ku do që jam shku shqiptar, edhe i këna pas ma letë. Krenar, zemra mal. Shumë, sidomos mu, që më ka ra bagi mu thu për... Me pak fiq. Shije pa harush me vëllani. Sidomos fiq që bëbën që mishën me ha. Unë e ha Apo vrej që u fërgu edhe me biber, prej fillimit, lumë shëndurt, i lumë shëndurt. Faleminderit pas mirë. Unë nuk po dyshoj se unë tash e java e tretë është që po i provoj ushqimet nga Feza dhe Bujari, kështu që... Feza pas ka një karrierë gatë, për para, një rrugë gjatë. Bujari është të shiju edhe sukseset e tina tash. Që shpeshjune nga ushqimin tënë? Faleminderit. Shumë që shme dyat. Ju lumë shindur? Faleminderit shumë që ishit edhe në këtë epizod të Pasion e Profesion. Labi, faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit shumë, Ardion. Për ftesën edhe për mundësinë, sidomos me kolegët mi, me bashkëpunëtorët mi. E po shpresoj që deri javën e ardhshme Labi ma mëson emrin mirë. Tash e sa vjetë, që të ma bën Ardion. Shikues dashur, po vazhdoj me recetën e ardhës edhe kthehemi përsëri në Pasion e Profesion. Përshëndetje, ja dhe një edicion tjetër i Pasion dhe Profesion me mua. Tani do të bëjmë kuglov, tortën ose kekun, i cili ka këto përbërës. Çokoladë, sheqer, vezë, miell, kakao dhe arra. Fillojmë me përgatitjen.
pjesë të drumit ose 1/4 e brumit e kemi ndarë që ta përzije me arrat e bluara shumë imët, thjesht është bërë një pastë me arra dhe kakao. Ja shtojmë kuglofit ose ëmbëlsirës me vrim. Këtë veprim e bëjmë që sa më shumë të arrim të duket laramane. E pjekim në 180 gradë për 30-35 minuta, varësisht nga fyra. Derisa kuglofi përpiqet, ne tani e përgatisim ganazhin ose glazurën, pana, çokoladë e zezë dhe kakao. Ganazha është gati, apo glazura. Derisa kuglofi është në përfundim të pjekjes, ne e lëm që vetëm pak sa të naftohet. Kuglofi është gati, është pjekur pra dhe tani e rrotullojmë. Gjithashtu ganazha është ftofur. I vep sipër arrat, ku i kemi edhe në brendi të tortës. Dhe gjithmonë mund ta dekorojmë ose ta pasurojmë me një top krem nga Dolcella. Pra, kjo ishte kuglofi me çokoladë dhe arra. Shikues të dashur, kjo ishte tëra për këtë emision të Pasion e Profesion. Po shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me gjithçka, gjithashtu po shpresoj që jeni ndarë të kënaqur shumë edhe me recetën e artës, kështu ëmbëlsira për në fund. E unë dua të falenderoj Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.